jetoj, Zoti ka pjesë e ty. Ka disa muaj që janë duke mësuar një seri mësimesh që lidhen me besimin të zonit Bes, pra me pas bes, ose të zonit Bes, në themi knina në Gegni, në Toskni nuk e di si është aman me zon Bes, pra ti jesh besnik është tjetër gjë, po të kesh bes, ti jesh bestar, çfarë flet fjala e Zotit. Edhe kemi nisur me disa nga ata që quhen heronjtë e besimit, nga Noeu, e pastaj kemi nisur me të tjerët heronj, e për sot kam vendosur me fol për një person që është një profet që nuk quhet heroi i besimit. E në të vërtetë Perëndia ka përdorur këtë person për dikon 17 mrekulli. A jetonte në një kohë shumë të vështirë për Izraelin, në mbretërinë veriore të Izraelit. I njohur jo shumë në mesin e profetëve, me një famë shumë të vogël. Dhe unë kam zgjedhur me fol sot për njërin nga mrekullitë që Perëndia ka bë me ndërhyrjen edhe këtij personi, dhe që është njëra nga mrekullitë më të panjohura në gjithë shkrimin e shenjtë. Pra fokusi nuk është sot me bosi një quiz, me ngjall kurreshtin e juaj se cila na qen ka kjo mrekullia më e panjohur në shkrimin e shenjtë, nuk është këtu fokusi. Fokusi është po në një mrekulli kaq, ne s'mund ta quajmë të vogël sepse do ishte blasfemi, do të ishte ofendim për fuqinë e Perëndis, nëse i themi e vogël. Mund të themi po më pak e njohur, mund të themi që nuk ishte me përmasa të mëdhaja tek shumë njerëz që janë ndikuar. Nga kjo pikpamje mund ta themi se është sakt. Por çështja është si Perëndia punon madje, fokusi është pra se si Perëndia punon në një çështje shumë të vogël, shumë të fshehtë, shumë private, një rrethan kaq të ngushtë, edhe në këtë mënyrë do të shohim. Në përgjithësi, ju që doni pak me ditë si për kurreshtje, kuriozitet, pra, gjithë Bibla ka dikun nga 220, 230 deri në 250 mrekulli. Nuk ka më shumë. Mrekullit çka janë? Mrekullit janë provat, faktet që për ne kemi një Perëndi të fuqishëm, një Perëndi që ndërhyn, dhe janë mrekullit janë të lloj-llojshme, dhe tregojnë pra fuqinë dhe karakterin e Zotit Perëndi. Edhe ai ka bërë atë mrekulli, edhe ne dëgjojmë sot edhe nga dy dëshmi këtu, nga vlla pastor Juliani dhe motra Kesi, për dy mrekulli të tjera. Ai vazhdon të bëjë edhe sot mrekulli. Nuk janë të shkruara më në letër që të tjerët të lexojnë, por janë të ndodhura dhe të shkruara në jetët tona, edhe ne sot mund t'i shkruajmë, mund të bëjnë video, edhe nga një herë mund të keni qasje më shumë në rrjetet sociale këto dëshmi se sa edhe vetë Bibla madje. Pra shikoni që Zoti vazhdon me punu dhe nuk është ai ka ndërprerë. Çështja e dytë, ana e dytë e kësaj është që në tërë shkrimin e shenjtë, pra në fjalën e Perëndis, Biblën në 66 libra të kanonizuara, kur vim tani tek profecit, shkrimi i shenjtë ka nga 2300 deri në 2500 profeci. Pse nuk është, çka ndodh me këto 200 të tjera? Po mirë, disa thonë se nuk është ndoshta këtë profeci, është një pjesë, a është apo s'është, po sido që të jetë, njerëzit kualifikohen, kanë kritere të ndryshme në cilësim të profecive, ashtu sikur të mrekullive. Prandaj po themi se janë dikon 2500 profeci. Pra proporcioni është 1:10. 250 mrekulli, 2500 profeci. Cili është dallimi mes së dyave?
Ne njerëzit jemi më shumë të mahnitur dhe të kapur pas mrekullive, pra pas fuqisë së Perëndis. A është keq? Jo. Por shkrimi më shumë na ka dhënë profecin nga Perëndia që janë mbi rreth 2500. E dallimi mes profecisë dhe mrekullisë është ky se për profecit Perëndia jep urtësinë e tina. Për profecin a jep mësimin e tij për brezat, jep parashikimin, jep dhe na njofton gjëra të ndryshme, na bën neve pjesëtar në ato zhvillime që janë në kohën e ardhme. Dhe profecit është çdo herë kjo ndërhyrja më shpejt e Perëndis në kohët që vijnë. Mrekullia është një ndërhyrje e Perëndis momentale. Profecit janë ndërhyrje që janë për kohë, epoka të shumta të gjata. Edhe ne sot ende jetojmë në një kohë profetike, të shumë profecive. Dikon rreth më shumë se sa 12% e gjithë profecive të Biblës lidhen me Krishtin Zotin tonë shpëtimtar. Amen. Mirë, sot do të shkojmë tek fjala e Perëndis, tek libri 2 e Mbretërve, kapitulli 6. Edhe sot kemi 7 vargje. Le të lexojmë atëre. Në përkthimin që unë kam këtu të ABS, Shoqëria Biblike Shqiptare, thuhet: Dishepujt e profetëve i thanë Eliseut: Ja, vendi ku ne banojmë me ty është tepër i vogël për ne. Na lër të shkojmë deri në Jordan. Atje secili prej nesh do të gjejë një tra dhe do të bëjmë një vend për të banuar. Eliseu u përgjigj: Shkoni. Njëri prej tyre tha: Të lutem, prano të vish me shërbëtorët e tu. Ai u përgjigj: Do të vi. Kështu ai shkoi me ta. Kur arritën në Jordan, filluan të presin disa drurë. Ndërsa njëri prej tyre po i binte një trungu, hekuri i sopatës i ra në ujë. Ai filloi të klith dhe tha: O, im Zot, kët e kisha marrë hua. Njeriu i Perëndisë e pyeti: Ku ka rënë? Ai i tregoi vendin. Atëherë Eliseu preu një copë druri, e hodhi në atë pikë dhe nxori në sipërfaqe hekurin. Pastaj tha: Merre. Kështu ai shtriu dorën dhe e mori. Amen. Lavdi Perëndis. Tashmë po dihet se për kë bëhet fjalë, për Eliseun ose Elisha. Eliseu ishte një profet i cili kishte mësuar dhe shoqëronte një kohë Elin. Kemi dëgjuar shumë për Eliun, e nuk kemi dëgjuar shumë pak dim për Eliseun. Dim për mrekullitë që janë bërë përmes Elis, e shumë pak për mrekullitë Eliseut ose Elishës. Është shumë e çuditshme kjo, pse kështu ndodh. Unë sa për ju keni dëgjuar për këtë mrekulli në ka 2 Mbretërve 6. Sa ju kishte kujtuar nëse do ta ju kishte pyetur dikush. As mua për para disa kohësh. As mua. Shohim pak, për para se të kthehemi te teksti, shohim pak një lidhjen e mes Elis edhe Eliseut apo Elishës. Elia, ju e dini që u mor nga Zoti në qiell. Elia pra vepronte në mesin e shekullit 9 para Krishtit në mbretërinë veriore të Izraelit.
Dim për Elin se ishte një profet i zgjedhur i Perëndis. Dim për vështirësitë e tij, sidomos me mbretëreshën të kohës, Jezebelën, që i vriste njerëzit e Zotit. Dhe përpara se Perëndia ata rrëmbente me karroz të veçantë, shumë më të mirë se sa këto që i kemi pa para një jave, çfarë ndodhi për rreth hënës, kur NASA dërgoi atje një mjet fluturues. Dhjata e vjetër përshkruan po kështu një karrocë e marrjes së Elis në qiell. Para se të ndodhte kjo, para se të largohej nga toka, rrëmbehej nga toka, Elisha i kërkon, pse po m'len, rri me mua. Me pakon vend ti na kishin thonë, më merr edhe mua se ka me ndal karrocë. Dhe ai kërkon diçka shumë interesant. Unë vetë kur s'm kishte shkuar mendja me i kërkuar diçka Elis. Thot, ma jep mantelin. Edhe ai heq mantelin edhe ja jep Elishës. Dhe Elisha, pra Eliseu, do ta mbart këtë mantel të Elis. Ky tekst këtu që jemi duke folur sot i ka disa probleme në përkthim. Spaku një 5. E nuk do t'i shohim të gjitha me radhë, por kam krahasuar me përkthime tjera në gjuhën shqipe, në gjuhën angleze, në gjuhën serbe, në gjuhën kroate, në gjuhën greke, dhe kam pa që çështja më kryesore, fjala kyçe që ndodh në këtë tekst, është huq në përkthim. Cila është ajo fjalë? Kjo fjalë mungon te vargu i 6. Në Biblën në hebraisht, por edhe në greqisht kur është përkthyer, Septuaginta, dhe përkthime të tjera, vërtet nuk e ka çdo përkthim kështu, por në këto përkthime që i përmenda, atje përmendet fjala notoj, sopata notoj. Dhe kështu kuptojmë mrekullinë. Në shqip si është thënë këtu, ne nuk kuptojmë se po ndodh një mrekulli, vetëm thuhet se atëherë Eliseu prejë një cop druri, e hodhi në atë pikë dhe nxori në sipërfaqe hekurin. Kur është kështu, ju nuk mund të kuptoni, as unë as ju, se po bëhet një mrekulli nga Perëndia. Por më shumë është fjala kur është asgjë, ka ratu në lum, edhe punë e madhe, ky e ka marrë një farë shkopi, thupre, shkop, edhe e ka marrë dhe e ka nxjerrë. Pra, ngatrohet se kush pe bën mrekullin, mungon kjo pra. Mirë, do të shohim tani radhazi do të shohim tekstin. Në këtë tekst më pëlqen shumë se dishepujt marrin një veprim, propozojnë një aktivitet, propozojnë një projekt, propozojnë një ndërmarrje. Krahasoni Jezusin me nxënësit, çdo Jezusi propozon. Krahasoni edhe raste të tjera në Dhjetën e Vjetër ku kemi çdo herë lideri, udhëheqësi, pra është ai i cili propozon dhe të tjerë duhet ta ndjekin. E në këtë rast kemi diçka shumë interesante se dishepujt i propozojnë diçka Eliseut, Elishës. Kush ishin këta dishepuj? Vargu i parë na shpjegon. Ishin dishepujt, pra në përkthimin saktë do duhet ishin bijt e profetëve. Jo nuk ishin vetëm dishepuj, ata ishin bijt e profetëve. Cilëve profet? Profetëve që ishin më herët në Izrael. I thanë Eliseut, ja vendi ku ne banojmë me ty është tepër i vogël për ne. Pra, këtu po shohim se pas ka qenë një
një grup njerëzish, bijtë të profetëve ose dishepuj si është përkthyer këtu, që kanë banuar së bashku me profetin Elisha. Dhe vendi pas ka qenë i vogël, atëherë ata ndërmarrin, ata thonë, ata propozojnë mirë, le të bëjmë me fjalë të tjera, le të bëjmë një shtëpi të re, sepse kjo nuk po na nxë. Edhe vazhdon teksti. Në vargun e dytë, na lër të shkojmë. Çka shohim këtu? Na lë të shkojmë, ne shohim pra këta bijtë e profetëve ose dishepujt, siç po thuhet, janë duke kërkuar një leje nga po marrin nga Eliseu, pra Elisha. Ku të shkojnë? Në lumin Jordan. Në anët, në bregun e lumit Jordan. Çfarë kishte atje? Vargu na shpjegon se kishte vend për me pra drunj. Ishte me pyll. Ju që keni vizituar lumin Jordan, lumi Jordan është një lum mjafti madh. Në shumicën e kohës ka ujë të turbullt, dhe në shumicën se ku shtrihet lumi Jordan, nuk mund të gjesh cektina, po thellësia është minimalja 1 metër dhe maksimalja është 3 metra. Dhe për shkak rërës që është dikur për rreth shtratit, ka shumë balt pra përfuni ujit. Shtrati i lumit është me shumë balt. E më vonë te vargu i 6 do të shohim komplikimin. Pra po tregohet kush ishin, ku do shkojnë, cili ishte qëllimi, edhe pastaj thuhet se atje secili prej nesh do të gjejë një tra. Edhe kjo është një tjetër çështje që unë kam pa, te vargu 1 dhe 2, kam pa një komunitet vogël që ka bë thirrje për punë. Jo veç lavdrim, jo veç adhurim, jo veç ajo çfarë quhet mision, por ka bë një thirrje, ka bë një ndërmarrje për punë. Shpeshherë një nga çështjet mungesë në komunitetin tonë ungjillor, s'ka rëndësi ku është, ne jemi shumë më priremi për të përgjigjur për çështje shpirtërore, po jemi shumë të ngadalshëm me u përgjigjë dhe me marrë nisma për çështje pune. Pra këta ishin disa të ri, me thonë, dhe që kam propozuar një projekt me më bë një shtëpi edhe secili me pas një përgjegjësi. Duke thonë vargu i 2 se secili do të gjejë një tra edhe për të ndërtuar shtëpinë. Kështu do të bëjmë thot një vend për të banuar. Pra është zgjerimi i atij vendi ku po banojnë. Eliseu u përgjigj. Shkoni. Çka mësojmë nga kjo përgjigje e Eliseut të 2 mbretërve 6 pra? Mësojmë se tani Eliseu po thot, lavdi Zotit, ju të ri, mirë, keni një projekt, keni një ide, keni një plan, gjithçka kështu është në rregull, atëherë bravo qoftë, shkoni dhe bëni. Po ata i thanë tek vargu pasues diçka. Pra u jep leje Eliseu, por shikoni vargun 3. E njëri prej tyre i tha, njëri. Shikoni njëri, nuk i thanë gjithë. Njëri prej tyre tha, të lutem, prano të vish me shërbëtorët e tu. I bën një kërkesë, edhe këta e përulin vetën e vetë duke thënë se ne jemi shërbëtorët e tu. Dishepujt janë duke kërkuar nga Elisha, eja me ne, kemi nevojë për praninë tënde, kemi nevojë për përvojën tënde, kemi nevojë që ti t'jesh me ne, edhe ne duam që ti të shohësh punën që ne po bëjmë. Sa e mirë kjo nga ky grupi të rinjve këtu. Kjo i pëlqeu mjeshtit, i pëlqeu Eliseut, Elishës, pra i pëlqeu shumë, dhe ai nuk e zgjat edhe fol shumë pak,
sikur më herët kur tha shkoni, kur dhe i jap leje, tani konfirmon duke thënë po, unë do vi me ju. Kisha pas shef me pas një lider të tillë, që nuk bën shumë fjalë, jo e kam këtë punë, jo e kam këtë punë, jo më do të mendoj pak, jo do të lutem. Pra, shikoni përgjigjet e njërit grup edhe shikoni përgjigjen e mjeshtrit. Ai u thot leje, po shkoni, edhe herën e dytë thot, në rregull, po vi. Ishte një kërkesë e thjeshtë, jesh me ne dhe ai u thot po vi. Kështu ta shohim tek vargu i 4. Eliseu pra shkoi me ta, kur arritën në Jordan, filluan të presin disa drur. Pra Jordan nuk është fjala vetëm për lumin. Jordan ishte edhe toka te lumit edhe këtej lumit. Nga të dy anët ishte ajo që quhej Jordan. Por nuk është fjala për Jordanin, pra se mund të kuptoj dikush gabimisht thotë që është Jordania, megjithëse Jordania është në bazë të këtij territori. Çfarë shkuan andej edhe çfarë bën? Filluan të punojnë, filluan të presin drur. Ju rekën me një herë punës. Dhe tani vim në të dy vargjet vijuse që janë kulmi i kësaj mrekullie dhe i kësaj ngjarje, një tekst shumë i shkurtër, me fjalë shumë kursimtare, të shkurtra, të shpejta, për që japin dinamik, domethënë kaq impulsive. Dhe shohim tani vim pra te ky vargu i 5. Tërsa njëri prej tyre po i bente një trungu, hekuri i sopatës i ra në ujë. Edhe ai ka filluar me klisë. O im Zot, kët e kisha marrë huall. Për çfarë është duke ndodhur te ky varg? Njërit prej këtyre dishepujve, e që nuk na thuhet se sa ishte numri i tyre, duket që është diçka në ato kohë, sikurse edhe unë vetë mbaj mend që për të bërë një punë kështu në grup, nëse është për me prashit, nëse është për me kosit barin, edhe kur ke një grup ti nuk ke veglat për krejt njerëzit, kazmat, ose çfarë do qoftë, por kanë huazuar nga njëri tjetri, kanë marrë nga fëqinit. Kështu kishte ndodhur në këtë rast, që ky i ri, cilit i kishte ra sopata, pjesa e hekurit, i kishte ra në lum, ai e kishte marrë hua prej dikujt. E kishte huazue. Çfarë na thot Dhjata e vjetër, Egzodi 24, vargjet 14 dhe 15 për huazimin. Gjën që ti e ke huazuar, do ta kthesh siç e more. Po që se ke dëmtue, do ta kompenzosh. Mirë, këtu kemi tani një moralitet. Edhe kemi një gjë penale për çështjen e huazimit. Shikoni kjo histori, shikoni kjo normë, shikoni ky ligj, shikoni këtë moralitet, shikoni këtë përgjegjësi, shikoni këtë reflektim të këtij të riut. Por ka dhe një varg tjetër edhe më të rrept për punën e huazimit. Në Psalmin 37 thuhet: vetëm i pabesi nuk e kthen gjën e huazuar. Bo. Sa prej nesh kemi përjetuar që i kemi dhënë dikujt huazim, një laps, syze, letër, libër, mjet, vetur, para, roba, kushtim ne matri dikur edhe roba i kena huazue. Sa prej nesh kanë përvoja të këqija lidhur me huazimit. A i ngrim duart lart kush ka? O, po, qiknena mas qini shumë ndershëm, ma shumë pak duart, qiknena ka ma shumë duart të ngritëna. Mirë.
Mund të uleni, do me thonë, ju këtu, shumica keni një përvojë jo të mirë me huazimet. Tash do t'ju pyes pyetjen tjetër, por s'keni nevojë mi ngrit durt. Sa prej jush nuk i ktheni huazimet? Sa prej jush nuk jeni mo viktim? Po sa prej jush ta jeni kriminela? Nuk e ktheni gjën e huazuar? Ky i ri, jo thash, s'ka nevojë përdor se jemi në Krishtin tani. Aleluja. Po, ky i ri, ky bir i një profeti që ishte në mesin e tyre, ai e dinte, ai rani një siklet të madh, sepse e njihte fjalën e Zotit, e dinte moralin në atë mes, në mesin e këtyre bijve të profetëve, e njihte shkrimin që gjëja e huazume nëse është humb, nëse është dëmtuar, duhesh me kthye. E edhe kjo më vështira që përmenden nga psalmet, nëse nuk kthehet, ti shpallshe i pabes. Në kulturën tonë shqiptare nuk ka ofendim më të madh. Mund t'i thush hajn, çdo ditë ne kemi lajme, njerëz postojnë për politikanë, për njerëz që hajna, po ata kur gjë, vazhdojnë punën e tyre, dalin në televizion, nuk skuqen, vjen në rregull, asgjë hes nuk u ale. Ose të tjera, nuk i di, epitete, nofka. Por ti thuash dikujt, i pabes. E pabes. Është poshtrimi më i ulët që mund t'i bëhet një individi. Prandaj ky i ri e ndjeu kështu vetën e vet. Tha, ty më ka rënë sopata, edhe e ka marrë hua. Çfarë do të kishe bë ti? Çfarë kisha me bë unë? A kisha me thonë, Mark, Anton, ti më preke pak më shtynë edhe ra sopata. A kisha me thonë, pa i bishti sopatës nuk ka qenë i vendosur mirë, o ti zotni, edhe iku, doli, pëse se kënë dreq mirë, bishtin e sopatës. Apo kishim me pretenduar se nuk e di çka ndodhi, ma mori dikush, ma hodhi, ma vodhi. Shikoni, ne kemi 100 rrugë për të shmangur ndërgjegjen tonë. E në fakt nuk mund ta shmangin ndërgjegjen sepse do e ngarkojnë. Ama janë mundësit për ta shmangur përgjegjësinë, për ta shtypur ndërgjegjen. Po nuk ishte tek e fundit në farpunë e madhe, ishte një sopat. Ai do të kishte mundësi me thonë, o, mjeshtër, o, ti person që më ke dhënë për besë, nuk e di çka ndodhi, nuk e pash, doli, humbi, karon lum, nëse më me marr, lumi është i thellë. A shkoj më vra, më mbyt aty? Jo. Ai e bëri këtë kauz. E bëri këtë problem në mesin e të gjithë të tjerëve që ta shihnin. Që të kishte dëshmitar edhe që të tërhiqe nga penalizimi, asesi. Ai po kërkonte një gjë, çfarë i kishte ndodhur dhe po e shfaqte hapur, ishte i sinqert në këtë humbje. Një mjet pune. Tash ne shohim, paramenoni Perëndin kur hap detin, Perëndin kur krijon gjëra nga asgjëja, Perëndin i cili përmbyt botën, shpëton edhe bëhet një anije shpëtuese për gjitha ato familjen e Noeut, bijve të tij, grave, gjithë atyre kafshëve, shtazve. E më vonë me Mojsiun ka shumë mrekulli të ndryshme dhe tani Perëndia do të kujdeset edhe për një sopat. Perëndia do të kujdeset për ndërgjegjen e këtij punëtori besnik
që ndërgjegja e tij është duke lëvizur shnosh me njëherë edhe rrept. Shohim pra një humbje të vogël në një situatë të pa efektshme, të pa rëndësishme të këtij fundit, sepse po të kishte qenë sopatë imja, edhe më kishte thënë personi, po më ka hup, më ka rënë ujë, çfarë kishte më bë? Kur gjë, mirë më ke treguar fajin drejt, hajt, herën që të stia ku kry puna. Ky ri besnik e thiri Elishën, edhe i tregoj se ku ka ra. Vërtet, vargu 6, kështu po thot. Njeriu i Perëndis është Elisha, e pyeti. Tani ne në Krishtin jemi të gjithë njerëz të Perëndis. Ku ka rënë? Ai e tregoi vendin, ja, këtu më ka ra. Atëherë Eliseu e ka prej, ose në një përkthim tjetër thuhet e kputi një copë druri, edhe e ka hedhë në atë pikë. Edhe pastaj, pse ka bërë këtë veprim, e ka identifikuar se ku ka ndodhur një problem. Po kjo copa e drurit, çka ju desh Elishës me hedhë në vendin ku ka ndodhur rënja e sopatës, hekuri. Aty, me identifikua vendin, se jo që pati në i fuqi kjo copë druri. Dhe kura i hodhi, manifestoj e veprimin me besim, dhe pastaj a i pa, edhe pse nuk përshkruhet kështu që e pa, por sopata nga fundi, nga lumi, baltës në shtrat, filloi të notoj dhe të ngritet lart. Jashtë ligji natyror. E pastaj nuk e merr vetëm Elisha sopatën, por i thot atij djalit, zgjatë dorën. Ja ku është. Merre, nxirre vet, kape, shtrije dorën, merre. Dhe vargu i 7 në thot këtë. Kështu, a i shtriu dorën dhe e mori. Ne përshojmë tek vargu i 5 se ky dishepulli këtu ka reaguar me alarm, me alarmim, ka reaguar me njoftim, ka kërkuar ndihmë edhe është përgjigjur me një ndërgjegje të plotë. Kjo është mënyra se si është përgjigjur, si ka reaguar ky dishepull. Si e pam se si reagoi Eliseu po reagon. Pe përfshin në atë rast, në atë problem edhe atë, pa e nashkaluar, pa e qortuar, po vetëm për ta identifikuar vendin. Edhe pastaj ne po e shohim se si Perëndia është duke u përgjigjur në këtë gjë, por Elisha nuk i kryen punë krejt vet. E fton edhe dishepullin që ishte aty në këtë gjë. Nuk e largon këtë përsërish veç ai, nuk e lë vetën, nuk e bori veç vet. Mirë, çka po shohim në këtë tekst, ne nuk po na thuhet se Elia u lut, nuk po thuhet se Eliu pati këtë besim ose i tha këto fjalë ose urdhroi kështu ose nuk, asnjë gjë nuk po thuhet. Asnjë nga këto nuk thuhet në tekst. Tani të shohim përfund edhe disa aspekte tjera të këtij teksti edhe të kësaj mrekullie. Kur punojmë bashk, do të ketë humbje, do të humbin veglat, ama ne jemi përgjegjës për veglat. Nuk i di atje për ju në Vlorë, por edhe këtu ne kemi problemin që një nga problemet më të mëdha kur punojmë është nuk kujdesemi për veglat. Nga njëherë edhe brenda shtëpisë.
Po ne jemi të krishterë e nuk kujdesim me veglat që Zoti ka siguruar. Mund t'jenë veglat çfarë do ato, mund t'jetë edhe një laptop që punon, mund t'jetë punë ose çfarë do tjetër. Pra, le të kujdesemi për veglat me cilat punojmë. Nuk ka rëndësia janë në shtëpi, a janë të komunitetit, a janë në vend pune, po secila vegël pune, ne duhet të kujdesemi të jemi përgjegjës për to. Shpesh themi, ktheje aty ku e ke gjetë ose ku e more. Por nuk po ndodh. Janë të rrallët ata që duhet të kthejnë veglat pronarëve të duhur edhe me i gjetë në vendin e duhur. Tjetër aspekt. Kjo krizë nuk ishte një krizë praktike. Se të ke funit shumicën në rasteve njerëzit të na thonë, po hajde se s'u bën nami çka u prish një sopat ose një kacia ose çfarë do të thotë, lopat. Pra problemi nuk është se ka një krizë praktike, as nuk u bën nami siç thuhet këtej, pse mungon një sopata në lopat. Jo. Problemi është ndryshe. Problemi duhet më shqyrtuar nga ana morale edhe penale. Morale ne e pam se si e merr vetë përgjegjësinë. Pra, shikoni si të krishterë, po ashtu si njerëz të Perëndisë, që thashë jemi tani në Krishtin, duhet të mendojmë, e të gjykojmë, e të punojmë kështu. A huazove diçka? Ktheje. Huazimi është gjëja më e kollajshme me pas në posedim një vegël. Është më e vështirë kur ti ke me ble dhe bëhet e jotja. Pra ne shohim që këtu që ka më tepër është theksohet kriza etike se sa një krizë morale, se sa një krizë praktike. Tjetër mësojmë se për Perëndin nuk ka gjëra të vogla edhe gjëra të mëdha. Ai ndërhyri po ashtu edhe në këtë rast, duke ngritur lopatën të notonte, ta kthehej në sipërfaqe. Vlla dhe motër i dashur, mund të ndodhë shpesh që nga jetët tona të humbësh diçka e të fundosët. Nuk e di çfarë është ajo të cilin ti mund është me çujt sot, që është një gjë që të është dhënë ty edhe e ke pa duke u fundos. E ke pa me sytë e tu të fundos. Dhe reagimi ju të është e ti nuk merresh më me ta, por e vuan. Nuk e ndan me tjetrin. Nuk ka besim si mu kthy ajo gjë. Mendon se ndoshta është pak. Mund të jenë mjet e pune, mund të jetë diçka nga teknike, praktike, po mund të jetë diçka edhe nga ana morale jona. Mund të jetë dhunti, mund të jetë talent. Mund të jetë që ke humbur një gjë, nuk e di, në raport me shtëpinë, me marrëdhënie dhe çfarë do tjetër. A ke menduar me zgjat dorën, me besim, e me u kthye sërish ke gjatë tek ti? Apo kemi mbetur me durë në xhepa, me kokën poshtë, e mos të mendojmë, mos të kërkojmë nga Perëndia. Pra, mund të kemi humbje të ndryshme nga jetët tona, nga punët tona, por apo llogarisim në sovranitetin e Zotit. A llogarisim në sovranitetin e Zotit. Mund të ndodhë që ke humbur diçka dhe më shumë. Mund të ndodhë që ne, ti ose on, kemi humbur ose është ngatruar besueshmëria jonë, thirrja jonë, dhuntia, zelli, besimi, edhe i shes se jenë poshtë. Çfarë do të bësh? Do vazhdojmë të akuzojmë të tjerët, do vazhdojmë të themi se ishte faji i tjerëve. Aspekt tjetër.
Nëse është një gjë që Perëndia ka nisur në ty, ai nuk ka me lënë në gjysmë. Këta burra të ri ishin nisur për një mision me bën një shtëpi më të madhe dhe u ndodhi kjo. Perëndia nuk e la në gjysmë. Është Zoti aty brenda. Sopata u kthye dhe vazhduan punët. Mrekullia nuk merret më a u ndërtua shtëpia, sa veta i zurje, si që unë atje drojnëta, se nuk është kështu, Bibla është shkruar për ta besuar, nuk është shkruar për ta bërë një film. Po kjo copa e drurit, çka mund të hedhur nga Elisha, çka mund të më simbolizuar për ty? Nuk është shkaktari i mrekullisë, por është një pjesëmarrje, është pjesëmarrje besimi. Aty ku ai e hedhi, në atë vend doli sopata. A lutemi për një besim të tillë që mos me pa vetën veç të ikë, veç të braktis, veç me kokë ulur për humbjet. Nuk mjafton vetëm me u lut. Nuk mjafton pa përfshirje. Elisha e pyeti këtë burr, ku të ka ra? Çka është kjo? Lokalizoje, identifikoje problemin. Cila ishte kënaqësia këtu më e madhe e këtij burrit me lopatën e humbur? Ai ishte më i gëzuar kur ja dha një person, kur ja huazoi me punue, apo u gëzua më shumë kur ju kthye nga dora e Zotit sërish në dorën e tina? Çka mendoni, cili ishte gëzimi më i madh? Cila ishte përvoja? Prandaj shikoni me anë të besimit që edhe vështirësitë kur të vinë, gjëja del më e madhe, më e përlëvdueshme. Edhe keni guxim me ndërmarrë dhe muniz dhe me punua dhe ja me shikuar shumë në përsosmërinë. O, ndoshta gaboj, o, ndoshta më humb, o, ndoshta nuk di. Kush mësoi nga këto përmbajtje? Kush mësoi? A mos e qërtoj Elisha? Mos e qërtoj Zoti këtë person? Jo, se si. Discepulli pra nuk e dredhi situatën. Se ai mund ta kishte dredhur shumë kollaj në atë mes edhe mos mu ditë kush është fajtori. Ashtu siç mund të ndodh nganjëherë që ne sillemi në këtë mënyrë. E nëse do të ishte dredhur situata nga ne, nuk do të ndodhte kjo mrekulli. A mund të konkludojmë që në mungesë të mrekullive, mos ne vetë jemi shkaktarët përmes dredhive që bëjmë e Zoti normal që nuk do të përgjigjet. Por dhe tjetra nuk është garantuese se edhe nëse ne do jemi të ndërgjetshëm, të përgjetshëm me gjitha këto, prap se prap, nuk mund të mbështetemi që mrekullia ose një gjë ndërhyrje të ndodh 100% pa me patjetër, nuk është as kjo. Pse? Sepse është vullneti, sovraniteti dhe qëllimet e Perëndis. Që një gjë përgjigjet, një tjetër jo. Dhe ai e di pse. Pra nuk ka këtu një nëse. Nuk është këtu një nëse. Ne qëndrojmë sipas fjalës. E Perëndia është ai i cili ndërhyn edhe mrekullimi i mrekulli është kur ai do të përdorë edhe ty me ndodhë edhe kjo mrekulli. Ky i ri po kthehej në shtëpi, në vendin nga u nisën, me një gëzim të madh, me një ndërgjegje të pacënuar, e pa dorën e Zotit, dhe ju urrujt diniteti tina për një punëtori të vyshëm. Fjalia përmbyllëse. Zoti rikthen atë që të është humbur ty, por njeriu pra ti duhesh me shtri
dorën me besim me e marë prap. Amen. Ati dashur, ne sot lutemi me falënderim për fjalën, për bashkësinë që kemi me ty dhe me njëri tjetrin. Falënderit që na flet. Dhe tani lutemi, e kërkojmë në mënyrë reflektuese, në mënyrë individuale, të shohim ndonjë gjë që ne kemi humbur nga jetët tona. Pse jo dhe gjërat në cilat nuk kemi qenë besnik? Cilat janë gjërat e mia që i kam pa të fundosura dhe unë i kam kthyer në shpinën. Edhe nuk kam dalë fitimtar, por vazhdoj me mbetjen në turp. Zoti Jezus, merr fundosjet tona. Kthej në lavdi. Na ri pajis. Të tregojmë hapur besnikrin tonë, dërgjegjen tonë, për mu hap udha me vepru e ti, në situatat e kalume, edhe ato që jemi tani dhe që mund të ndodhin. Na jep besimin me shtri dorën, mi marrë vetëm gjërat e humbura, cilat ti na i ke dhënë, cilat na ke bërë përgjegjës, po të na japësh edhe më shumë.